Përshëndetje, ky është Corel Draw 2020. Me këtë aplikacion do të mësojmë se si të krijojmë dizajne të ndryshme, për shembull vizit kartela, flyera, broshura, postime për rrjete sociale dhe shumë gjëra të tjera. Është shumë e rëndësishme që para se të fillojmë me kriju një projekt, të dimë se çfarë projekti kemi me kriju, sepse ne i ndojmë një dy lloje të projekteve, projekti digital dhe projekti për print. Varësisht prej llojit të projektit e bëjmë edhe konfigurimin. Projekti digital është çdo dizajn i cili ka mu përdorur për pajisje elektronike, për shembull, postimi për rrjete sociale, coveri për Facebook, dizajnimi i aplikacione për telefon apo edhe ndonjë webfaqe. Ndërsa projekti për print është çdo dizajn i cili printohet, për shembull, vizit kartela, flyera, broshura e tjera. Për të krijuar një projekt të ri, duhet të klikojmë File New apo duke përdorur shkërtesën CTRL-N. Është shumë e rëndësishme i përdor shkërtesat, për arsye se shkërtesat na bojnë më efikasën punë, do të thonë punojmë më shpejt. Apo duke klikuar këtu New Document. Por nëse kemi një projekt që e kena krijuar me Corel, mund me bë Open Document apo duke klikuar këtu Open, CTRL-O. Këtë rast na krijojmë një dokument të ri, klikojmë New Document. Pastaj hapet ky ditari. Këtu e kemi mundësinë mja vendos emrin e projektit. Kështu që këtë rast po vendosi ushtrimi 1. Ndërsa këtu e caktojmë numrin e faqeve apo artboardave që kena me kriju. Kështu që në këtë rast po vendosi 1. Këtë mund me ndryshuar edhe më vonë. Ndërsa këtu cmk edhe RGB. Këtu është dallimi i ngjyrave. Kur kemi projekt për print e zgjedhmi cmk. Ndërsa kur kemi projekt digital e zgjedhmi RGB. Ndërsa këtu e kemi me zgjedh formatin e letrës. Në këtë rast kjo është letter, edhe këtu i kemi opcionet. Tena formati më i popularizuar është A4, për shembull A3, A5, A6. Në këtë rast unë zgjedhi A4. Ndërsa nëse e zgjedhi projekt digital, e zgjedhi thash RGB-n. Në këtë rast unë përbëj për print një projekt, kështu që zgjedhi cmk, formatin A4. Ndërsa këtu e kemi opcionin me zgjedh njësinë mace. Këtë rast këtu është caktuar milimetra, edhe kur është projekti për print, njësia mace vendoset milimetri, inçi, centimetri, për shembull. Ndërsa nëse është projekti për digital, atëherë njësia mace caktohet piksele, do thonë piksel. Këtë rast që është më herët na zgjedh një projekt për print, kështu që pelu milimetrin. Edhe këtu mund me ndryshuar edhe më vonë. Ndërsa këtu e kemi me zgjedh a më kon për shembull portrait apo landscape, domethënë apo më kon faqja vertikale apo horizontale. Ndërsa te rezolucioni edhe këtu është një dallim prej projektit digital apo për print. Tek projekti për print rezolucioni përdoret 300 dpi, ndërsa tek projekti digital rezolucioni përdoret 70 dpi. Në këtë rast, pasi përdoremi për print projektin, zgjedhi 300 dpi. Edhe klikojmë OK. Edhe pra, kjo është hapësira që kena kriju, edhe këtu kena me fillu me po projektin.